Lidhe me Arsen Rusën. Arsen, përshëndes. Gjyqtare Fiorella Davidi tashmë ka hapur seancën gjyqësore për të komunikuar masat e sigurisë dhënë mungesë ndaj 6 personave, ndërsa për 2 biznesmenët e Ergyes Agasi e Mal Beqirit paktën deri në këto momente nuk ka një konfirmim nëse ka edhe avokatë të tyre, pasi do të prezantohen në sallë. Ndoshta një avokat ka më shumë se sa 2 klientë. Mirlinda Kërçanaj është paraqitur me efektiv policie. Pyetjes dhe interesit medias nëse kishte dieni për pengmarrjen e biznesmenit dhe nëse ka një koment për procesin është përgjigjur me heshtje, po ashtu edhe varësia e saj Hava Delibashi, e cila ka ardhur me Kjo të cilët do të njihen me masat e sigurisë në këtë seancë, po ashtu avokatët kanë kërkuar kohë për shkak se deri në këtë moment SPAK nuk ju ka vënë në dispozicion fashikullin dhe vendimin për masat e sigurisë, pasi e konsideron një sekret hetimor. Çfarë pati specifike të paktën deri tani, përveç faktin që Kërçanaj nuk është se ka folur, dhe a kemi informacione nëse ka veprime të tjera të cilat mund të jenë bërë në raport me këtë çështje që po konsiderohet si dosja më e bujshme që ka SPAK dhe GJKK-ja? Proceduralisht në seancën që sapo ka nisur, palët kanë të drejtë njëjtë me provat, po ashtu t'japin deklarime nëse kanë interes të shprehen, por përveç zonjës Kërçanaj, po ashtu edhe pjesëtarët e tjerë të proceduar janë pyetur më herët në këtë proces, përfshi edhe 2 biznesmenët të cilët ndodhen në Arati. Mbetet për të parë sot nëse për shkak të kushteve shëndetësore apo kushteve familjare ndonjë prej personave të dyshuar, i cili ka një masigurie përfshi arrestin në shtëpi, pezullimin nga detyra apo pengimin e daljes jashtë shtetit, do të kërkojë revokim të saj, por prokuroria shprehet se për gjitha masat e kërkuara që ka mundur të bindë gjykatën, i ka provat të përfshirës së tyre në kuadër të një grupi strukturar kriminal dhe heqjes së lirisë ndaj biznesmenit Geron Meçe. Ndërkohë, se patëm një shkëputje të vogël çështja audio, Arsen, në një moment të caktuar. Janë paraqitur të gjithë persona përveç atyre të cilët janë në Arati, që sigurisht nuk do presim në një surprizë që t'ishin sot aty? Referuar masave sigurisë, Andis Papa është paraqitur, Gëzim Hoxha pashtu, Roger Sryta është paraqitur, biznesmeni Ergyes Agasi jo, biznesmeni Mal Beqiri jo, Mirlinda Kërçanaj, e cila është drejtuese e Akshit, është paraqitur dhe vazhdon të jetë në detyrë. Hava Delibashi është paraqitur me efektiv policie. Erion Ismaili, numri 2 policisë së kryeqytetit, po ashtu është paraqitur fizikisht. Kjo seancë proceduralisht kërkon praninë fizike të personave të dyshuar, pasi është komunikimi i masave dhënë në mungesë ndaj tyre. Dhe Erion Ismaili është paraqitur me avokat? Dhe a ka folur ai? Po, jo, nuk ka folur, ai ka zgjedhur avokati i tij në këtë proces gjyqësor të komunikimit masës sigurisë, por jo vetëm, është avokati Ardian Leka. Në qartë. Mirë, faleminderit.